Në pozit, ja kaloj fjallën zotit Besnik Bislimi nga vetëvendosin. Faleminderit shumë, edhe unë njerë falenderoj për mundësinë që më është ofruar këtu edhe me i shpreh opinionet e mia rreth klimës së biznesit në Kosovë. Pajtohem vetëm pjesërisht me zotin Meta që tha që faktikisht vëmendja sot duhet më përqendru tek bizneset, për arsye se opinioni i bizneseve shihet në raport, edhe nëse vrej me kujdes këtë opinion, ajo është plot me akuza drejtuar nga shtresa politikanëve, edhe pse jo domosdoshmërisht nga ato subjekte që janë sot këtu prezent, por mendoj se shumica barrierave që u paraqiten aty janë shkaktuara qoftë drejt për drejt, qoftë indirekt nga vetë shtresa politike që ka operu vitet e fundit në Kosovë. Unë do t'i prek vetëm shkurtimisht disa pika të raportit, pa fut në numra, për arsye se ato janë gjëra teknike. Zakonisht termi më i preferuar prej shtresës vendimarrësve në Kosovë është stabilitet. Nëse i ndëgjojmë me vëmendje, ne kemi stabilitet makroekonomik, kemi stabilitet monetar, kemi stabilitet social. Që kjo për mua është jashtëzakonisht shumë shokuese. Të pretendojmë se kemi stabilitet makroekonomik në një ambient ku 40% nuk kanë vende pune dhe korrupsioni është endemik, të pretendoj se ki stabilitet financiar ose monetar, ku biznesi thuhet se bariera kryesore është kosto e lartë e financimit, ku ti ki rezerva monetare për me financu vetëm 2 muaj të importit, dhe ku 75% e tyra buxhetore grumbullon kufi, është shumë shqetësuese. Në të njëjtën kohë themi se kemi stabilitet social, me varfërinë, nivelin e varfërisë më shqetësuese në Evropë, është shokuese. Do të thonë, ajo që mas paku na duhet neve në Kosovë është stabiliteti tash. Ne duhet me këshirë qysh me destabilizu ekonominë, në mënyrë që me qunë binar tjerë, qysh me destabilizu mënyrën e alokimit shpenzimeve kapitale, në mënyrë që paka shumë me respektuar që po thotë zotri Hoti, si eksperti tregut punës, që shpenzimet kapitale mos morjetu drejt aty ku nuk gjeneron vendet punës, po me shku drejt atyre fushave ku investimet ndihmojnë në gjenerimin e vendeve të punës. U tha se bizneset janë ankuara për një shumicë absolute që mungon dialogu aktiv gjatë politikbërjes mes komunitetit biznesit edhe qeverisë. Unë mendoj se një prej arsyeve për këtë mungesë dialogut është edhe një vijë shumë e mjegull ndarëse mes biznesit edhe politikës Kosovë, që është shumë e mjegullur për arsye se një pjesë mirë e bizneseve kanë kaluar se kanë bërë hapjen drejt politikës, edhe nga perspektiva të qenit politik, ndoshta nuk janë të interesuar me pas këtë dialog. Këto biznese që janë sot në politikë kanë interes me mbrojt sferat e tyre në ekonomi, përmes instalimit njerëzve tyre në administratat tatimore, përmes instalimit njerëzve tyre në bordin e pavarur të ankesave, në Këshillin Ekonomik Fiskal, ata pamundsojnë dialogun për arsye se nuk kanë interes me mbrojt konkurrueshmërinë në Kosovë, nuk kanë interes me mbrojt biznesin në Kosovë, por kanë interes me i promovu bizneset e tyre. Edhe në ato raste kur ka pas tentativa për me arrit dialog mes biznesit, komunitetit biznesit edhe qeverisë, rezultatet nuk janë implementuar kur. Ju e dini se Këshilli Ekonomik Fiskal ka pas arrit një farë marrëveshje për pagën minimale në Kosovë. Sot do tha se paga minimale është paga mesatare është 228 euro, që si ju thoni se paga mesatare është në nivelin e pagës minimale që është arrit në Këshillin Ekonomik Fiskal, kjo tregon se sa ka pas interesim për implementimin e konkluzioneve që janë arrit. Domethënë, një numër, një shifër që është paraqit ka qenë shumë atraktive për klasën punëtore, mirë po ajo ka mbetë nivel të deklaratave. U tha se ekziston një dallim bukur i madh mes pagës mesatare në sektorin privat dhe sektorin publik, po që është në disfavor të sektorit privat. Unë nuk di ndonjë shtet tjetër në Evropë ku paga në sektorin publik është më e lartë ose kaq më e lartë se sa në sektorin privat. Në fakt duhet me qenë e kundërta. Punëmarrësit nuk shkojnë në sektorin publik për arsye se paga është më e lartë, po për arsye se siguria punës është më e lartë. Në Kosovë është e kundërta. Siguria punës në sektorin publik është më e ulët për arsye se varet nga përshtatshmëria politike, por paga është më e lartë si shpërblim për përshtatshmërinë politike. Kjo do të thonë biznesin në 2 mënyra, për arsye se ja shmang talentin biznesit, në vend se talenti të orientohet drejt sektorit privat, ai është më të levërdishëm të punojë në sektorin publik.
edhe dyta arrit kostën e financimit për sektorin privat, për arsye se këto pagat sektorit publik financohen nga tatimet më të larta që tash kena më vendos sektorit privat. Unë ndëgjova me vëmendje raportimin e Agonit, edhe ai listoi disa prej barierave të cilat bizneset i kanë potencu si më primare. Korrupsioni, mungesa e ligjit apo vonesat në implementimin e ligjit, mungesa e mbrojtjes qoftë tregun e brendshëm përmes mos luftimit të ekonomisë informale, qoftë nga konkurrenca jo lojale për jashtë për shkak të subvencioneve jo ekuivalente, mungesa në infrastrukturë e tjerë. Po kjo është krejt çka kërkon biznesi, faktikisht. Biznesi kërkon mbrojtje, konkurreshmërisë, kërkon implementim të ligjit, ruajtje nga korrupsioni, infrastrukturë, fair edhe politika tatimore të përshtatshme. Që do të thotë se na kena dështu në secilën prej pikave ku biznesi ka nevojë për sektorin publik. Në këtë perspektivë, unë nuk e shoh si shqetësuese ato që raportoi Agoni, po si shumë impresive. Qëse përkundër kësaj, na kemi 27% bizneseve që shënojnë rritje, kjo është për mua shumë impresive, se unë kisha pritur shumë më pak. Qëse vetëm 44% bizneseve kanë pas rënje, prapë në këzone, se ambienti është shumë i tillë, do thotë kjo tregon se klasa e biznesmenëve në Kosovë është bajagi agresive dhe përkundër gjitha këtyre barrierave arrin me mbjetu. Një element tjetër që kisha dashur shkurtimisht me përmend është listimi i sektorëve që ju i pat si pak me perspektivë në zhvillim. U përmend bujqësia, përpunimi i ushqimit edhe turizmi. Që ose i shikoni politikat qeveritare në vitet e fundit, janë mu këta sektor që vazhdimisht janë lënë anash. Që do të thotë se ka një shpërputhje mes konstatimeve se si qeveria mundet me ndihmu ekonominë edhe se si ai në fakt e ndihmon. Paramendoni që ose vetëm 1% e GDP-s Kosovës kishte me shku në mbështetjen e këtyre sektorëve që i vjen diku 58 milion. Sa kishte me qenë impakti në bujqësi, përpunim të ushqimit, ose sa kishte me qenë impakti në ekonomi dhe në gjenerim të punësimit, që se na vetëm për një vit do të kishim shty investimet kapitalin e për autostrada që nuk kanë qenë kur prioritet, po i kishim orientu andaj nga ekspertët e ekonomisë po thonë se kishme përfitu ekonomia. Kretë si përfundim, pjesa më e madhe e rekomandimeve nuk vinë si risi për mu, ose për ne si lëvizjeve të vendosje, për arsye se na në vazhdimsi në për konferenca i kemi potencu këto dhe kemi kërku reagim, ose korrigjim të tyne, prandaj edhe në farë mënyre gjitha këto konkluzione po i kuptoj ose po i absorboj si sugjerime, në rast se dikaster caktuar në qeverisë mirën menaxhim nga lëvizjeve të vendosje për me ndërhy, po me ndërhy jo për sy e faqe ose për me përmirësu rankingjet në për lista ndërkombëtare, po për me përmirësu ato numrat për 27 e me zgjuat numrin për 44 që e përmendën në fillim. Ju falenderit. Falenderoj zotin Besnik Bislimi nga lëvizjave të vendosje. Tani kamermanëve ju them mund të shqyrtojnë anën tjetër. Fjalën do ta ketë tash biznesi, do ta kem një radhitje, do të flas zoti Gazmend Abrashi nga Ekskluziv Group. Pastaj do ta ketë fjalën zoti Ioannis Mutafis nga Feronikli dhe pastaj vijnë para lajmërime të tjera. Zoti Abrashi, keni fjalën. Okej. Shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë panelistës. Tja kam analizuar, kam lexu broshurën, një kompliment Reinvestit, Lumnirit, Bardhylit edhe gjithë studentëve. Kam analizuar me fokusin më të madh edhe mendoj që qasja dhe analiza mënyra si është bërë analiza ka qenë diçka që kushdo që e ka idenë me fitu, kushdo që ka nevojë me kriju një ide për shtetin e Kosovës, mendoj që qasja dhe mënyra si është shkru është diçka në të cilën shumë lehtë kemi me gjetë vetën edhe me pa ku ky shtet edhe ku ky shtet e vëllon. Unë do me qenë pak ma figurativ, ma sivi për komunitetit biznisit edhe do të dëshiroj me pas një tjetër qasje në spjegimin e ides ku është Kosova dhe ku është klima e biznisit në Kosovë. Asnjë shtet në botë nuk
zhvillohet pa e pas një plan, ose pa e pas një ide, që është me ecë për para. Edhe unë thëmë, për me pas një plan edhe ide, duhet të përcaktohen cilat janë prioritetet, cilat një shtet do në me u zhvillu. 10 vjetë e fundit në Kosovë, nga të gjitha qeverit, inicohet projektet që kanë të bojnë me energetikën, edhe për folën projektet energetikës, ku na gjithë të shojmë potencialin më të madhë, po në këto projekte përveç fjalëve nuk ka asnjë lëvizje. Për me dash me kriju një produkt, për me dash me hap një fabrik, bëhet një studim vizibili dhe shqiqohet a ka ky produkt plasman, në më thonë a ka blers. Qa është para kushti themelor për vendosa dhe të bëhet një investim, pa marë parasysh a investimi huja vendor. Gjithë Kosova e dim që na kem nevoj për rrymë, kem nevoj me ngrit kapacitetet e rrymës, edhe kem nevoj me prodhu energji elektrike, se nevojat janë të dyfishume në krahasim me ato çfarë kemi ofertën. Ka kalu gati 10 vjetë, na dhe ma te mire me analiza, duhet me qenë me prodhu 600 MW, duhet 1000 MW, duhet 2000 MW. Përvoja në biznis, temin të regon që ma mirë më marrë një vendim i gabushëm, se sa mos më marrë asë një vendim. Dhe më thonë, kalun 10 vjetë, na edhe ma te jemi në studime vizibile, a duhet me qenë 600 MW, a duhet me qenë 1000 ose 2000. Unë e di që duhet me pasë, shumë ashtu sa që kemi. Njëjtën kohë, unë e komunicu dhe prapë po këthena në energetik, po flasë për plasman, Kosova është gati vetëm i shtet i cili nuk është i gasifikum, nuk ka gas në Kosovë. Dhe gjitha shtetet për rreth, përveç Shqipnisë dhe Kosovës, e kanë gasin, na nuk e kemi. Na harxojmë mjete enorme, edhe kostoja e prodhimit është 30 deri në 40% më e madhe për shkak se na rrymën elektrike të cilën nuk e kemi edhe ma te e përdorim për prodhim. E kemi mundësinë e përdorimit gjithësisht të prodhimit të gasit, të nisë për parametrit që gjithë ne e dim që Kosova është shteti i 4 për nga rezervat e qymyrit në botë. Sot ekzistojnë mundësi të konvertimit të qymyrit në gas, edhe gasin e njëjtë me e përdorë edhe në ekonomi edhe në amvisni. Shumë shpesh, kohëve të fundit, flasim për investitorët e huaj në Kosovë, a shumë rallë dikush e përmend që investitorët më të mëdhenj në Kosovë janë investitorët vendorë. Normalisht që e kemi derën e hapur për çfarë do investim të huaj, për çfarë do mundësie investitorit huaj marrë në Kosovë, po duhet me tregu qartë që investitorët më të mëdhenj në Kosovë janë pikërisht investitorët vendorë. Projektet tjera të cilat janë përmend, të cilat janë në fazën e status quo, projekti i kogenerimit ose dikur i kanë thonë toplifikimit, na kemi fillu projektin e toplifikimit ose të kogenerimit prej Kekut me ardhen në Termokos edhe ma te ai projekt është në fazë të implementimit. Po flas për projekte të cilat e kanë konsumatorin e fundit, e kanë plasmanin, pa marrë parasysh, a është investitori i huaj apo investitor vendor. Edhe ai projekt qalon. Problemi tjetër që vjen është duplifikimi i investimeve në Kosovë. Shumë njerëz në mungesë të dijes edhe ides, si me ecë përpara, bojnë investimet e njëjta. Na të gjithë në Kosovë e dim që kemi numrin më të mëdhenj të pompave benzinit në botë për kokët banorit, numrin më të madh të hoteleve në botë për kokët banorit, numrin më të madh të supermarketeve në botë. A vazhdojmë me qenë importues më të mëdhenj në botë për kokët banorit. Mendoj që ky vend ka nevojë për dije, ka nevojë për koncepte, për panele të natyrës, çfarë është kjo, dhe ka nevojë që t'i orientojmë investimet që mos të vjen deri te duplifikimi i tyre. Sot, për me dasht me vendos, me investu një shumë caktuar të pareve në Kosovë, qasja është tepër e thjeshtë. Mirën detalet e importit prej doganave të Kosovës. Edhe prej grupit tarifor konstatohet sa janë importet
edhe bëhet analiza e mundësisë të prodhimit të produktit të njëjtë në Kosovë. Edhe nëpërmes të importit shihet sa është mundësia e plasmanit. Agjencia për promovimin e investimeve në Kosovë, e cila për mu nuk e ka kry punën si duhet, është një agjenci e cila në paketën e saj ofertuese në krahasim me agjencitë tjera të shteteve përreth e ka ofertën jo konkurrente. Kur hyn në internet edhe analizon ofertën e Agjencionit për promovimin e investimeve në Kosovë, parapërsisht thotë kështu: Kosova është një vend atraktiv, e ka pozitën shumë të mirë gjeostrategjike, 70% të popullsisë i kanë moshën përfuni 35 vjet, e kështu me radhë, Nëse merr me analizu një ofertë të Agjencionit për promovimin e investimeve të shtetit përreth, thotë kështu: nëse një investitor, po e marrim për shembull në Serbi, nëse një investitor investon më shumë se 8 milion euro, atëherë 10 vjet e ardhshme ka me qenë i privilegjuar mos me pagu tatimin fitim. Po kjo i drejtohet edhe investitorit vendor. 2. Nëse një investitor investon në industrinë automobilistike, konkretisht po flas, për shkak se e kanë fokusin, thot që qeveria me dekret do të doton prej 5.000 deri në 10.000 euro për punëtor të konsum. Nëse një investim i tillë bëhet përveç investimeve, përveç mjeteve, të cilët me dekret qeveria i jep investitorit huaj, ka opsione, nëse është investime e madhe se 50 milion për investitor të huaj dhe vendohet gjithnjë po flas, parashe mundësinë që deri në 20% të investimit të dotohet nga vetë qeveria e shtetit ku bëhet investimi. Po flas për një shtet ku tatimi fitim është i njëjtë si në Kosovë, 10%. Shtrohet pyetja, çfarë oferte kemi na konkurruese në krahasim me shtetet përreth? Kur fare. Unë jetoj në Prishtinë edhe kam qenë i ftuar 4 herë nga Agjencioni për promovimin e investimeve të Maqedonisë. Edhe kanë qenë 3 herë në zyret tonë me bisedu për investimet në Maqedoni, unë se kam idenë kush mirët me këtë punë Kosovë. Politika e prokurimit është një politikë e cila prapë ndikon direkt investimet në Kosovë si të huaja, si vendore, për shkak se harxhuesi më i madh është shteti. Nëse na me siguri pajtohem që për tender të çfarë do lloj natyre në Kosovë, valid është çmimi më i ulët, po objektet që kemi ndërtu na sot kur i shohim mas një 6 muaj ose mas një vjete, kemi përshtypjen që kemi ndërtu para 10 vjete. Edhe mendoj që pikërisht problemi kryesor është politika e prokurimit, me të cilën një tenderues mundet me fitu një projekt vetëm nëse ka çmimin më të lirë. Unë mendoj që ky koncept duhet me u ndru, edhe kjo qeveria e ardhshme që të vjen, kushdo që të vjen, nëse pajtohem të gjithë që harxhuesi më i madh në Kosovë vetë shteti, atëherë politika prokurimit për mua është kruciale. Mendoj që duhet të përdorim politikën e shteteve të Skandinavisë në të cilën thotë: nëse në një tender aplikojnë më shumë se 7 ose 8 kompani, atëherë me ligj, kompania e cila ka ofertën më të madhe, po foli si çmim, edhe kompania që ka ofertën më të vogël dalin prej konkurrencës. Edhe shqyrtohen ofertat të tjera. Ky koncept do të bjen deri te ajo që investimet në Kosovë, investimet publike ose çfarë do të jenë efikase, e jo të atilla çfarë kanë qenë deri tash. Shpesh kur kam biseduar me njerëz thotë politika e prokurimit është e tillë, po. Duhet me kuptuar që politikën e prokurimit e bën njerëz. Edhe njerëzit ndrojnë nëse ka arsye me ndru. Edhe kjo politikë e prokurimit është një prej elementeve fundamentale të investimit në Kosovë, kur e kuptojmë që një produkt të cilin e prodhon duhet me e plasu dikon. Edhe raporti të bërit biznes, raporti të bërit biznes shumë shpesh apostrofohen thotë që Kosova ka qenë vendin e 122 të bërit biznes para 1 vjete, sot është vendin e 110
si vjetë është vendi në 92. Edhe në pyetjen time, çka do të thonë kjo, thot, për shembull Kosovë përpara ke mujt me hap një kompani për 2 javë, tash mundesh me hap për 9 ditë, e sot kemi mri me hap për 5 ditë. Unë si investitor potencial dikun nuk e kam me rëndësia, e regjistroj firmën për 7 ditë ose për 10 ditë ose për 2 javë, është faktor tetë relevant. Këto proklamate janë për konsume, për politikë me tregu që dikush është ka punon për aspektin pragmatik, nuk ka kur fare efekti. Unë i kisha dashur me shtu dhe diçka më shumë, po pjele mundësi panelistëve tjerë, Bardhyl faleminderit, edhe njerë ju përgëzoj për këtë eveniment, edhe e falenderoj Unionin Evropian. Mr. Thomas, thank you for supporting this kind of activities. Faleminderit shumë. Falenderoj zotin Abrashi, fjalën e jap zotit Ioannis Mutapis nga Feroniki. Thank you, Mr. Meta. Faleminderit zoti Meta. I would like also to express Pashtu my doja që edhe unë të shpreh falënderimet e mia ndaj Zyrës së Bashkimit Evropian për organizimin e kësaj ngjarjeje të jashtëzakonshme. Instituti Reinvest për prezantimin shumë interesant të mjedisit të biznesit në Kosovë dhe pjesëmarrësit të nderuar, përfaqësuesit të partive politike, të instituteve publike nga Oda Ekonomike e Kosovës, si edhe nga bizneset. It is for us, for foreign investors, Për ne investitorët të and, huaj for private sector, dhe për sektorin privat very encouraging. është shumë inkurajuese. The issue of improvement of Çështja e përmirësimit të mjedisit të biznesit është inkurajuese që të jetë në agjendë në këtë moment në Kosovë dhe kjo na jep një kënaqësi të madhe. First of all, please let me make one short introduction. Së pari më leni të bëj një hyrje të shkurtër duke sqaruar që kompania ime, Njuko Ferronikeli, është pjesë Kunico Resources Group, an e international grupit company, e një Kunico Resources Group, një kompani ndërkombëtare të regjistruar në Amsterdam që funksionon sipas ligjit holandez dhe legjislacionit evropian, domethënë legjislacionit të Bashkimit Evropian. and apart from Dhe përveç Njuko Ferronikelit, që është privatizuar në vitin 2006 dhe prej atëherë funksionon në Kosovë dhe duke prodhuar ferronikel. Kunico Resources e kanë edhe një shkritore tjetër në ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë, Enis Tasris, dhe ka resurse natyrore të veta në mbar botën, përveç atyre këtu në Kosovë, po ashtu edhe në Amerikën Qendrore, në Guatemala, në Turqi, në Shqipëri dhe në vendet të tjera. Dhe përmes Kunico Resources ne jemi duke bërë eksportimin tonë në shumë vende të Evropës. Pra, është e qartë që jemi një kompani integruar mirë në evropiane dhe ua tregoj këtë vetëm për të justifikuar faktin që integrimi evropian e Kosovës është jashtëzakonisht përfitues për ne, sepse do ta lehtësoj biznesin tonë në Kosovë dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme. Se unë besoj që kjo nuk do vlej vetëm për ne, është në përgjithësi mirë edhe për bizneset këto. Mendoj që kompatibilitetin se pajtueshmëria e mjedisit biznesor me standardet evropiane dhe të funksionuarit sipas direktivave dhe rregullareve të Bashkimit Evropian do të lehtësoj bizneset ose punën e tyre në përgjithësi, së paku të atyre që kanë të bëjnë me importin dhe eksportin. Në veçantisë, në mënyrë specifike, të doja të përmendja 2 apo 3 çështje shumë specifike. Së pari, stabilitetin e mjedisin biznesor, për shembull, në lidhje me koston e energjisë. Është me rëndësi, shumë me rëndësi për industritë,
to budgetize që të jenë në gjendje që të the main buxhetojnë costs, the main, shpenzimet kryesore, let's say, expenses apo të themi shpenzimet kryesore in long term. në një afat më të gjatë, së paku për një periudhë prej 3 deri 5 vjetëve, në mënyrë që të jemi në gjendje që të bëjmë planin biznesor të qëndrueshëm në një afat të gjatë, më të gjatë. I was thinking to mention the issue of Kisha ndërmend të electricity, but I përmendë saw that çështjen e Mr. elektricitetit, mirë po e parë se zotëria Bashi fakt dëgjoj që zotëria Bashi përmendi atë, vetëm desha të shtoja që situata every year there is a që se cilin vit ka një rritje të çmimit të elektricitetit 5 deri në 10%, it's not a very sustainable situation. nuk është një situatë shumë e qëndrueshme në një afat të gjatë për bizneset. Since, as I said, Me që siç thash, extremely important është jashtëzakonisht e rëndësishme që të jemi në gjendje që të buxhetojmë shpenzimet për një periudhë më të gjatë. another very basic parameter Një for the parametër tjetër businesses shumë here themelor për bizneset këto is the high është transportation cost shpenzimi i lartë i transportimit ose i transportit të have to face in Kosovo, me cilën since duhet të Kosovo is ballafaqohen në an Kosovë, me që Kosova është një vend që nuk ka ujra për rreth 250 kilometers 300 apo 250 km larg nga secili prej porteve të rajonit. Pra, be good do të ishte mirë this to be taken into account që të merret in, parasysh kjo forming of fiscal dhe policies të formohen gjatë formimit të politikave fiskale, simplify procedures and të thjeshtohen procedurat which would be able to balance this që do high të mund të transportation balanconin këtë koste të lartë të transportimit. Të gjitha këto janë incentiva ose stimulime që mund të bëhen të arrihen në mënyrë që Kosova të jetë më atraktive to new potential foreign investors për investitorë të ri të mundshëm të huaj dhe që natyrisht të rrisë edhe ose të nxitë prodhuesit vendor që të rrisin kapacitetet dhe një kohë është detyruar që të funksionojë me kapacitete shumë më të ulta në mënyrë që të përballet me të gjitha këto vështirësi që rrjedhin si pasojë e shpenzimeve të larta për funksionim ose operacionale. And another very specific problem that Një problem tjetër shumë specifik në lidhje me that businesses are facing ato që ballafaqohen bizneset, sidomos në këtë periudhë, është is the issues that has to do with janë çështje në fakt që kanë të bëjnë me institucione të ndryshme publike, shumë e rëndësishme për bizneset public institutions to që have institucione publike të kenë borde aktive functional boards be able dhe që bordet të jenë në gjendje taking decisions të marrin vendime short then not to wait 3, 4 and 5 dhe që të mos pritet 3, 4, 5 muaj, 3, 4 apo 5 muaj në mënyrë që të zgjidhen disa çështje që kanë të bëjnë me sektorin publik. in the last I would like Dhe to së mention fundi that, do doja të përmend që also in Kosovo në Kosovë po ashtu very active CSR ekziston network një rrjet shumë aktiv të CSR-s që ka të bëjnë me përgjegjësinë sociale të korporatave, të kompanive. as a elected board member Si antar i zgjedhur i bordit në këtë organizat, do të doja të shfrytëzoj këtë ngjarje që të inkurajoj biznesmenët e jashtëzakonshëm që janë këtu, që të marrin parasysh të bëhen pjesë e këtij rrjeti, që të bashkojnë këtij rrjeti, ky rrjet working for the company është duke punuar për kompanitë has to do
The target is to enhance Dhe the social objektivi responsibility of është the të rritet companies, përgjegjësia and, sociale e kompanive in the end, dhe në fond this is kjo for the good ka of të the bëj businesses. This is është për full të mirë të compatible with bizneseve, the është të jetë improvement of the është në business pajtueshmëri të plot environment, me përmirësimin e and, mjedisit të biznesit dhe through përmes such activities aktiviteteve that, të they are tilla under this network, in the end, që rrjetet pjesë cilit rrjet janë në the fond businesses are, bizneset getting significant benefit for their business as well. përfitojnë në mënyrë të konsiderueshme për veçet. Faleminderit shumë. Falenderoj zotin Motafish, ku se diskutimet e ardhshme do të jenë në këtë renditje. Së pari do ta ketë fjalën zoti Fatmir Gashi nga Banka Qendrore e Kosovës, pastaj do ta ketë fjalën publicisti Asrit Gashi, pas ti zoti Ibrahim Rexhepi dhe pas zotit Rexhepi zoti Lek Musa nga Këshilli Evropian i Investorëve. Zoti Gashi, keni fjalën. Faleminderit zoti Meta. Shfrytëzoj nga rasti të përshëndes të gjithë, sidomos panalistët, dhe ta përgëzoj Rinvestin për punën e bërë, për artimin e një materiali i cili është më së i nevojshëm për Kosovën dhe të njofton të gjithë ata që deri tash kanë dashur me dëgju, të dëgjojmë se çfarë klime biznesit ekziston në Kosovë dhe shpresoj që këto rekomandime të tyre të jenë në rëfysh për të gjithë nivelet e qeverisjes në Kosovë, që ngadalë të bëjmë përmirësimin e duhur, me kush që të fillojmë të ringjallëm dhe të hekjen ato cifra të cilat ishin të meruese pej varfërisë deri te papunësia. Me qenë se vi nga sektori financiar dhe përfaqësoj Bankën Qendrore të Kosovës, unë do të përqendroj diskutimin tim në sektorin bankar dhe sidomos në rekomandimet edhe të Rinvestit, i cili kishte në këtë hartim të vetin, në këtë vlerësim të vetin lidhje me kamata dhe lidhje me licencimin e matyqeshëm të bankave. Sa i përket sektorit bankar, mund të them që sektori bankar në Kosovë ruan një rol të rëndësishëm në financimin e ekonomisë vendore, duke qenë kështu njëri ndër kontribuesit kryesor në